Tani, regjimi i Iranit në edim të tërë nuk është ndalur ndonjëherë për të sulmuar Shqipërinë. Ndodhi në vitin 2022, kur u sulmuan në mënyrë brutale dhe të tmerrshme gjithë infrastruktura kritike teknologjike në Shqipëri, me pasojat që i dim, që prej asaj kohe sigurisht që ka ndodhur një revolucion në lidhje me përmirësimin, aftësinë, sigurinë, por siç e di gjithkush, sigurinë 100% në teknologji nuk ka. Siç e provuam edhe këto ditë, megjithëse gjërat janë duke u diskutuar, duke u trajtuar, fakti që arritën të cënojnë infrastrukturën teknologjike të kuvendit, do të thotë që do të jemi shumë të vëmendshëm, do të jemi shumë alert dhe në vetvete tregon pozicionimin e Iranit që do të përdor të gjitha mjetet edhe kundër Shqipërisë. Kemi ngritur çështjen në NATO, që është e natyrshme, domethënë janë zhvilluar disa takime të NAK-ut, ne kemi ngritur çështjen edhe të diskutimin të mbyllur atje, domethënë dhe nuk mund të jap detajet, por gjithsesi kemi ngritur çështjen në termat e rritjes së nivelit të gatishmërisë së mbrojtjes për aleancën dhe për hir të së vërtetës aleanca ka treguar se në çfarë lartësie është me të gjitha rastet e raketave që kanë cënuar hapësirën në vendi aleat, Turqisë në këtë rast, dhe absolutisht kemi bindjen, garancinë dhe në një farë mënyrë rehatin që në këtë mes, në çfarë do rrethane nuk jemi vetëm, kemi të gjithë partnerët e tjerë të NATO-s me vete dhe mund të ndihemi pa fjetur gjumë, mund ndihemi gjithsesi shumë të sigurt.